Du me thëmë faleminderit në shpirtit, shumë I pangram se si I love, sepse ju jeni një pasuri për Shqipërinë tonë, shumë faleminderit për entuziazmin, për zërin në vushët të Zotit, për peshamirësinë, për bujarinë, për gjithçka që ju jeni na këtë me shpirtin. Në siguri entuziazmi kësaj note neve na zgjat shumë sepse kështu kemi kontar për ditë. Që faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve gjithë. Shumë faleminderit. E tash kom kënaqësinë ta ftoj një hyrë të bukur nga Durrëzit. Edhe bukur, edhe këngëtare e mirë dhe krejti ka, do ta ftoj Marje Lajçën, a ka mundësinë 2-3 vite të qishme të Marje. Ate dur trokitjet, porta! Falënderit, në fakt, për para se ti përshëndes, është pak e vështirë me marrë Mazdades Fatmire mikrofonin, por ne do një dur trokitje si që meriton kjo. Falënderit. Zonë zëtrim sa të nderuar nga Maria Lajça, një përshëndetje për të gjithë juve. Jam shumë nderuar dhe privilegjuar që më dha mundësia, fal juve dhe fal motrës Adelin dhe motrave tjera të jam sonte këtu me ju. Për mua është hera e parë që jam të sonte dhe ndihem plot emocione dhe aq e gëzuar që shoh kaq publik të mrekullueshëm dhe pozitiv pranë meje. Falënderit. Unë vi pritërisht nga Tuzi, nga Malësia e Madhe, Malësia e Mishkodës. Dhe ju përshëndet me krejt malësin të gjithë juve, ju jeni ata që runi tradita, ju jeni ata që runi kohën gjatë e fe mas e mirë. Ja kaloshi sa më mirë, faleminderit shumë. Pa tjetër edhe do të vazhdojmë sonte. Alezuar.
shkutur sepse organizatorët kanë një përshëndetje speciale. A ka mundësi dur trokitjen? Faleminderit. Atëherë faleminderit dhe ju kërkojmë falje për këtë ndërprerje, por do vazhdojmë pas pak sigurisht. Së pari duhet falenderojmë gjithë ata që bën të mundur organizimin e kësaj feste kaq shpërngullueshme, apo jo? Gjithashtu për të bërë falenderimet e duhura, ftojmë zotin Armando Ndoj, administratorin e qendrës Rubik për të bërë falenderimet e tija. Të dashur bashkëqytetarë, miq dhe të ftuar, zonja dhe zotrinj. Sot jemi mbledhur për të festuar Shërbimin, një nga ngjarjet më të dashura e më të rëndësishme për komunitetin tonë. Kjo ditë nuk është vetëm një festë fetare, por edhe një dëshmi e traditës, e bashkimit dhe e dashurisë për vendin tonë. Faleminderit të gjithëve që me përkushtimin e zemër të hapur e mbani gjallë këtë festë. Jemi shembull mikpritjes dhe harmonisë që na karakterizon si qytet. Kam 3 falenderime. Një falenderim veçantë shkon për zotin Kristaq Ziu, që bëri të mundur dekorimin e qytetit. Falenderimi i dytë shkon për 2 këngëtare, Maria Laçaj dhe Fatmira Breçani, që kanë ardhur vullnetarisht në këtë takim sot. Dhe embëlsira në fund, që dua ta thirr edhe këtu në skenë. Falenderimi më veçantë shkon për Yves Smith, që ka dhuruar për qytetin tonë këndin e lorave të fëmijëve. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Je veux remercier tous les donateurs qui ont permis de rassembler un peu d'argent pour offrir aux enfants de Rubik l'aire de jeu qui est là-bas. Jam shumë falendërues gjithashtu për donatorët që bën të mundur kontributin e tyre për realizimin e kondicionave që është realizuar. Merci à l'administrateur, merci aux sœurs qui ont aidé et merci à Robert qui a fait tout le travail aussi. Moi j'ai seulement cherché l'argent. Faleminderit gjithashtu i kushtohet administratorit, motrave, gjithashtu dhe unë që i përfshirë në këtë punë, ndërsa Ibi, siç është thënë shprehimisht, do thjesht jam dhënë lek asgjë më shumë. Kështu që ideja është e motrave, unë jam supportues i kësaj pune, ndërsa ndjeta dhe gjithë fondacioni është nga Yves Schmidt. Et j'espère qu'on va encore faire plein d'autres projets, j'espère, pour Rubik, pour les enfants, pour les plus grands aussi. Gjithashtu shpresojmë që të realizojmë sa më shumë projekte në zonën e Rubikut ose edhe më gjerë. Et maintenant je vous dis... Et puis j'ai fini, je vous dis juste un secret, parce que ça fait 21 ans que je viens en Albanie. Gjithashtu thot po ju them një sekret vogël sepse kam gati 21 vite që vim në Shqipëri. Parce que j'adore les Albanais et l'Albanie. Sepse unë e dashuroj vërtet Shqipërinë dhe shqiptarët. Thank you. Gjithashtu, ju uroj festën e shërbuesit dhe tash do të provojmë të këndojmë një këngë që besoj gjithë e dini. O malët e Shqipërisë, dhe ju elisat e gjatë, fushat e gjera me lule, i kam tërmen ditë e natë. Ju kam tërmen ditë e natë, kur të gjoj si shenë që kope, dhe ne kërin dë trihe, edhe i kënë e mante. Dhe ne kërin dë trihe, edhe i kënë e mante. A kjo të shizon
I